patjetër që ajo që ka interes për njerëzit është çfarë po ne çfarë po bëjmë për këtë. Çfarë mund të bëjmë dhe çfarë po bëjmë. Faktikisht, sepse faktikisht po bëjmë diçka shumë të rëndësishme. Te nuk kemi në dorë edhe të duam që ta ulim çmimin e naftës aty ku do të dëshironin gjithë. Ose që ta bëjmë të padukshme rritjen në kushtet kur nafta kërcen përtej asaj që është zakonisht, dhe zakonisht është më lart se sa në disa vende rreth rrotullit, sepse ne aty kemi edhe taksën e qarkullimit. Dhe ne kemi bërë llogarinë. Nëse ne e heqim taksën e qarkullimit nga çmimi i naftës, çmimi do të bjeri. Por ama të gjithë ata që kanë një automjet do duhet paguajnë 4 fishin e asaj që ju bie sot, mesatarisht. Disa ju bie edhe më pak, disa do ju bie edhe më shumë. Atëherë në vend se t'i ngarkojmë me 4 fishin të gjithë, ne kemi menduar që më mirë kush shpenzon më shumë naftë, paguan më shumë. Kjo është logjika. Kush shpenzon më pak, për naftën paguan më pak. Pra, në një farë mënyre, ata që djegin më shumë karburant janë dhe ndotës më të mëdhenj. Dhe ata paguajnë më shumë.